Mos i lini kur këpucët këtu, bllokon bollëkun për 7 vjet. Të dashur miq që kërkoni harmoni, bollëk dhe qetësi në shtëpinë tuaj sot, po hym në një botë që duket e thjeshtë, por që fsheh fuqi të madhe, botën e këpucëve tuaja. Si për masturolin, këpucët nuk janë thjesht lëkurë dhe goma, ato janë mbajtëse të gjurmëve të udhëtimeve tuaja, të energjisë së rrugës, të njerëzve që keni takuar, të vendeve ku keni shkelur. Çdo palë këpucë mbart një histori dhe nëse nuk ju organizoni siç duhet, ajo histori mund t'ju bllokojë të ardhmen. Sot do të kalojmë hap pas hapi nëpër të gjitha pikat kyçe që Master Lin thekson, ku nuk duhet kur të lini këpucët, zakonet që po ju vjedhin fatin pa e ditur, dhe mënyra të sakta si t'i vendosni që energjia të rrjedh si lum i pastër në shtëpinë tuaj. Merrni frymë thellë, mbyllni sytë për një çast dhe imagjinoni shtëpinë tuaj si një qenie e gjallë që merr frymë. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Tani le të fillojmë. Pjesa 1. Vendet ku nuk duhet të lini kur këpucët. Përballë hyrjes kryesore, porta e energjisë. Imagjinoni hyrjen e shtëpisë si gojën e një dragoi të ardhë. Ky është vendi ku qi i pastër hyn për t'ju ushqyer juve dhe familjen. Tani imagjinoni që para kësaj goje ju vendosni një grumbull këpucësh të pista, të lodhura, që vijnë nga rruga e zhurmshme, nga trotuaret e ndotura, nga energjitë e huaja. Çfarë ndodh? Ai dragua merr frymë, por në vend të ajrit të pastër, thith pluhur, lodhje, debate të njerëzve të kalimtarëve. Rezultati? Ju hyni në shtëpi dhe menjëherë ndiheni të irrituar pa arsye, vonoheni në takime, gjërat e vogla ju dalin keq. Master Lin e quan këtë filtr i keq i fatit. Zgjidhja është e thjeshtë, asnjë këpucë e dukshme direkt përballë derës. Edhe nëse keni vetëm një palë aty për pak minuta, hiqini menjëherë. Lëreni hyrjen të lirë, të pastër, të ftohtë si një fllad pranvere. Në dhomën e gjumit, shenjtërorja e qetësisë. Dhoma e gjumit është tempulli juaj personal i rikuperimit. Aty shpirti juaj pushon, trupi rindërtohet, marrëdhënia juaj me partnerin ushqehet me dashuri të qetë. Këpucët? Ato janë plot me lëvizje, me nxitje, me pluhur të botës së jashtme. Kur i lini aty, qoftë edhe shapkat e buta, energjia yang e lëvizjes përplaset me energjinë ynë të pushimit. Rezultati, gjumi bëhet i cekët, ëndrat razohen, grindjet e vogla me partnerin shfaqen pa shkak të dukshëm. Master Lin thot, këpucët në dhomën e gjumit janë si një mysafir i padëshiruar që flet natën tërë kohën. Edhe nëse ju duket e parëndësishme, provojini një javë pa asnjë këpucë në dhomë, do të habiteni sa më thellë flini dhe sa më pak debate keni. Në qendër të shtëpisë, zemra energjetike. Çdo shtëpi ka një qendër, si zemra e njeriu. Ajo lidh të gjitha dhomat, qarkullon energjinë në të 4 drejtimet. Nëse vendosni këpucë aty, ju vendosni një gur të rëndë në mes të qarkullimit të gjakut të shtëpisë. Banorët fillojnë të ndihen të lodhur pa arsye, të shpërndar, pa përqendrim. Projektet ngecin, planet zvarriten. Master Lin e quan këtë kaos i heshtur që përhapet si val në ujë. Nëse keni një korridor qendror ose hapësirë të hapur në mes të shtëpisë, mbajeni plotësisht larg këpucëve. Lëreni atë zonë të lehtë, të hapur, me ndoshta një qilim të butë ose një bim të vogël që simbolizon rritje. Pranë kuzhinës ose banjës, zjarri dhe uji i pasurisë. Kuzhina është zjarri i bollëkut, vendi ku përgatitet ushqimi që ushqen trupin dhe paratë që vijnë në shtëpi. Banja është uji që largon mbetjet, por edhe fatin nëse nuk kontrollohet. Këpucët pranë këtyre zonave krijojnë konflikt elementesh. Energjia e tokës dhe papastërtisë së rrugës përplaset me zjarrin dhe ujin. Rezultati? Paratë digjen shpejt, shpenzimet të panevojshme, ose shpëlahen të ardhurat që vijnë dhe ikin pa u mbajtur. Mbajini larg, minimumi 2 deri 3 metra distancë. Nëse nuk keni zgjidhje tjetër, përdorni një dollap të mbyllur hermetik dhe mbajeni gjithmonë të pastër. Pjesa 2. Zakonet që duhen shmangur. Këpucët me maj nga dera. Ky është gabimi më i shpesh dhe më i rrezikshëm.
Kur majat e këpucëve tregojnë nga dera, ato krijojnë shigjeta energjetike që nxjerrin energjinë e mirë jashtë. Është si të hapni derën e pasme të një thesari dhe të lini parat të ikin. Master Lin këshillon, gjithmonë kthejini majat drejt murit, drejt brendësisë së dollapit, drejt shtëpisë. Ky veprim i vogël mbyll rrjedhën e fatit drejt jush, si një digë që mban ujin e bollëkut brenda. Dollapët më të lartë se koka. Një dollap këpucësh që shkon deri në tavan krijon presion mbi kokën tuaj, fjalë për fjalë dhe figurativisht. Ju ndjeni të shtypur nga jeta, të bllokuar në vendime të mëdha, sikur diçka e rëndë po ju pengon të ngrini kokën lart. Rregulli i artë, dollapi të mos kalojë 1/3 e lartësisë së dhomës, idealisht deri në nivelin e gjoksit ose shpatullave. Kjo lë hapësirë që energjia të ngjitet lart, që mendja juaj të mbetet e lirë. Këpucët e vjetra dhe të prishura. Këpucët e konsumuara mbartin energji të rënd yjnë, energji e së shkuarës që nuk lëviz më. Ato ju mbajnë të lidhur me dështimet e vjetra, me udhëtimet që nuk patën sukses, me versionin e vjetër të vetes që nuk doni më. Rezultati? Pavendosmëri, mjegull në mendime, vonesë në hapa të rinj. Master Lin thot, hidhi këpucët e vjetra siç hedh një gjethe të tharë, për të lënë vend që gjethet e reja të rriten. Bëni një pastrim të plot një herë në muaj. Pjesa 3. Si t'i organizoni sakt hapat praktik. Pozicioni ideal, dollapi në kënd 45 gradë me hyrjen, as direkt përballë, as shumë larg. Kjo krijon një rrjedhë të butë, si një lumë që kthehet pak para se të hyjë në shtëpi. Dizajni? Dollap i mbyllur, pa dritare të mëdha qelçi që tregojnë brenda. Solid, i thjesht, pas bukurime të tepërta. Ngjyrat. Kafe natyrale e drurit për stabilitet, krem ose e bardhë e lehtë për pastërti, gri e zbetë për neutralitet. Shmangni të kuqen e fortë ose të zezën e rëndë. Ventilimi, vrima të vogla lart e poshtë, që era e keqe të mos mbetet brenda si energji e ngujuar. Mirëmbajtja, çdo javë hapeni, fshini, hidhni çfarë nuk përdoret. Vendosni ndoshta disa qese me tharëse natyrale, lavand ose drur sandali për freski. Përfundimi dhe thirrje për veprim. Miqtë e mi, organizimi i këpucëve nuk është punë e vogël. Është një ritual i vetëdijshëm që i thoni universit, unë jam gati të marr bollëkun, jam gati të lëviz përpara pa bardhë të së shkuarës. Filloni sot me një hap të vogël, kontrolloni hyrjen, ktheni majat e këpucëve nga brenda, hidhni një palë të vjetra. Pastaj ndjeni ndryshimin, sepse ndryshimi fillon me këmbët tuaja. Nëse ju pëlqeu ky udhëtim me Master Lion, lini një like, abonohuni dhe ndajeni me dikën që ka nevojë për më shumë rrjedhë në jetë. Ju uroj harmoni, bollëk dhe hapa të lehtë drejt ëndrave tuaja. Shihemi në videon tjetër. Ju përshëndes.